Horoskopi ditor e diel 30 nëntor 2025. Dashi. Ditë e qëndrueshme do të jetë kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do të dini si të silleni me partnerin dhe si ta mbani atë gjatë gjithë kohës pranë vetes. Beqarët do të mendojnë për të shkuarën dhe do të bien në melankoli. Për këtë arsye do t'i refuzojnë edhe ftesat që do t'ju bëhen. Financat do të dobësohen ndjeshëm për shkak të taksave, faturave dhe borxheve që do të shlyejnë. Demi. Klima yjore nuk do të jetë as pak e favorshme për një klim të qetë në jetën tuaj në çift. Her pas here do të keni kontradikta të forta me personin që keni në krah. Beqarët nuk duhet të mërziten që nuk do ta gjejnë dot princin e kaltër, sepse gjithçka ndodh për një arsye. Pas disa ditësh shumë gjëra do të ndryshojnë për ta. Me shpenzime tregoni të arsyeshëm sepse situata mund të dalë çdo moment jashtë kontrollit. Binjakët. Ditë e bukur do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Partneri do të di si t'u plotësoj dëshirat dhe ju do të ndiheni më së miri. Beqarët do të kenë mundësi për aventura kalimtare dhe për të mos u mërzitur duhet t'i shfrytëzojnë sa më shumë që të mundin. Në planin financiar, nëse nuk e teproni me shpenzimet, gjithçka ka për të ecur më së miri. Do e keni vetë në dorë. Gaforia. Dita e sotme nuk do të jetë e mërzitshme për ata që janë në një lidhje. Në çdo moment do ja shprehni ndjenjat partnerit dhe marrëdhënia me të do të mbetet e qëndrueshme. Beqarët do të kenë takime të papritura dhe mjaft interesante. Duhet ta shfrytëzojnë në maksimum secilën. Financat mirë është t'i mbani nën kontroll në çdo moment, sepse po filluan problemet, gjërat mund të vështirësohen tepër. Luani. Nëse ju jeni në një lidhje, yjet do të mundohen t'u aprishin harmoninë, por ju do t'i bëni ballë gjithçkaje. Komunikimi dhe durimi janë pikat më të forta. Beqarët do të kenë plot mundësi për takime. Ata duhet të shfrytëzojnë secilën sepse më vonë nuk i dihet nëse do të vinë më të tilla. Buxheti nuk do të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme, prandaj duhet të bëni kujdes me shpenzimet. Vigjiresha. Jeta juaj në çift do të jetë shumë e këndshme gjatë kësaj dite. Do të ndiheni mirë në përgjithësi dhe nuk do të keni për asgjë se çfarë të ankoheni. Beqarët do të kenë frikë të hedhin hapa dhe të fillojnë një lidhje, por një takim në orët e pasdites do t'i bëjë të ndryshojnë tërësisht mendim. Financat do t'i mbani gjatë gjithë kohës të ekuilibruara dhe do të mundoheni sa të mundeni që të hiqni nga pak para mënjan. Peshorja. Do të jeni më sensual dhe më romantik nga zakonisht ju të dashuruarit. Marrëdhënia në çift ka për qenë e jashtëzakonshme. Beqarët nga ana tjetër do të mbështeten nga yjet dhe do të arrijnë të fillojnë një histori dashurie, ashtu si ata e kishin ëndërruar. Buxhetin do të riorganizoni dhe do të merrni masat e duhura. Gjendja ka për të mbetur teje të qëndrueshme. Akrepi. Sot duhet të përkujdeseni më tepër për partnerin tuaj ju të dashuruarit dhe nuk duhet ta lini për asnjë moment atë të mërzitet. Beqarët do të kenë dashuri me shikim të parë që në orët e para të mëngjesit dhe do të ndihen mjaft mirë. Buzëqeshja dhe gëzimi do të mbizotrojnë gjatë gjithë kohës. Me shpenzime tregohuni sa më vigjilent që të mundeni, pasi në të kundërt do të keni tronditje të forta. Shigjetari. Ditë pozitive ka për të qenë gjatë gjithë kohës kjo e sotmja për të dashuruarit. Do të jeni të logjikshëm dhe do të bëni të pamundurën që t'i plotësoni dëshirat atij që keni në krah. Beqarët nuk duhet të jenë të turpshëm, sepse nuk kanë për të fituar asgjë nga kjo. Buxheti nuk do të jetë as pak i qëndrueshëm, prandaj do bëni mirë që për shpenzimet e domosdoshme të kërkoni borxh nga familjarët e ngushtë. Bricjapi. Ditë e suhishme do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të debatoni fort me partnerin për disa gjëra të jetës së përditshme dhe nuk do të bini dakord për asgjë. Beqarët do t'i kenë mendimet shumë të qarta dhe do të dinë se si ta joshin atë që pëlqejnë. Do të hidhni hapa me rëndësi sot. Për financa do të jetë një ditë e qëndrueshme. Vazhdoni t'i kryeni me maturi të gjitha shpenzimet tuaja. Ujori. Ditë e bega do të jetë kjo e sotmja për ata që kanë një lidhje. Do të ndiheni aq mirë sa që her pas here nuk do t'ju besohet që jeni si në një ëndër. Beqarët do të jenë të shoqërueshëm dhe të qeshur. Ata do të marrin disa propozime në momentet që më pak i presin. Në planin financiar do t'ju mungojë realizimi dhe ka rrezik të hidhni disa hapa të gabuara. Bëni kujdes sa më shumë. Peshqit.
Gjërat në çift do t'ju ecin mirë gjatë ditës së sotme ju të dashuruarve dhe do të mund të mendoni të hidhni dhe disa hapa më tej. Do të ndiheni në çdo moment të lumtur. Beqarët do të ndihen keq sepse sado që do të mundohen nuk do të arrin dot të gjejnë dashurinë e vërtet. Në planin financiar do të keni një ditë të vështirë. Do t'ju duhet patjetër të bëni investime, prandaj të ardhurat tuaja do të dobësohen ndjeshëm.